Përshëndetje të dashur shikues të Koha Vizionit, sidomos ju të emisionit Fix në kohë, jeni së bashku me mua Kushtrim Bekullin. 45 minutat e pasdites marë do t'i kalojmë së bashku të datës 25 gusht, para mendojeni, i ku edhe gushti për pak dit nisë shtatori, nisin bankat shkollore dhe nis një sezon e re, pa dyshim jo vetëm televizive, por edhe vjeshtore, sepse dal nga dal do t'i shpëtojmë temperaturave të larta të cilat janë duke mbizotruar në vendin tonë, se cila prej ditëve ishte plus 30, plus 32, por për të arsye kemi edhe lacinin me u kujdes që me u fresku, me shumëllojshmërinë e tij, sepse sa është nxehtë, edhe mund ta gjeni në për secilin prej marketeve të Republikës sonë, do të keni mundësinë për të freskuar me pak para dhe me një shije shumë të larmishme përmes lacinit. Faleminderit për sponsorit që kujdeset çdo ditë që ne të jemi mirë me energjinë pozitive dhe po ashtu me reflektu tek ju secilin prej ditëve. Përndryshe, sot kemi përgatitur si zakonisht disa prej titujve kryesor të Koha.net dhe viralet e kësaj dite dhe temën e ditës po ashtu, e cila ka të bëj me një farë situate e cila ma kujtoj paka shumë edhe pandeminë e COVID-19, kur shumë prej nesh hezitonim edhe për të vaksinuar, ndërkohë që tash po ndodh një situatë krejtësisht tjetër, rastet me fruth kalojnë 2 fishin e vitit të kaluar. Pse nuk po vaksinohen fëmijët në +33 48 707 770, disa prej arsyeve të cilat mund t'i gjeni edhe në rrjete sociale, disa prej gojëzënave janë që ato edhe mund të ndikojnë negativisht tek fëmijët, dhe për këtë arsye po e shohim edhe tabelën statistikisht e cila është publikuar nga IKSHPK-ja dhe e tregon që Prishtina dhe Fushë Kosova janë prej 2 komunave që prinë më shumti për mos vaksinim tek fëmijët në rastin e fruthit. Për këtë arsye dhe numri i të infektuarve është në rritje goxha shumë. Po do të mundohemi që edhe të marrim telefonues, edhe të bashkëbisedojmë, edhe të marrim opinione, por po ashtu tash është koha edhe pak për titujt kryesor që i kemi bërë gati për ju. I pari nis me prokurorin e cila ka ngre akt akuzë ndaj Fatmir Shehollit për spionazh dhe shantazh. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj të pandehurit Fatmir Sheholli për 2 vepra penale, spionazh dhe shantazh. Sipas akt akuzës, Sheholli nga një date pa përcaktuar deri më 9 tetor të vitit 2025, në cilësinë e personit të rekrutuar nga shërbimi informativ i Serbisë, i njohur si BIA, e ka ndihmuar veprimtarinë e këtij shërbimi duke vepruar sipas urdhrave dhe detyrave të zyrtarëve të tij. Ai akuzohet se ka mbledhur, siguruar dhe përcjell mesazhe telefonike të dhëna, informacione dhe dokumente lidhur me aktivitetet politike, gjendjen e sigurisë dhe funksionimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Sheholli akuzohet për veprën penale shantazh, pasi gjatë vitit 2022 deri në dhjetor të 2025 e ka shantazhuar të dëmtuarin A.J, duke detyruar të veprojë në dëm të pasurisë së tij në shumën që të i kalon 13.000 euro. Sipas akt akuzës, Sheholli ka kërkuar të dëmtuarit para në emër të huazimit, duke kërcënuar se në rast të mosdhënies së parave do të publikonte në media video incizime dhe informacionet që do t'i dëmtonin rënd nderin, reputacionin dhe autoritetin e të dëmtuarit. Rasti ka kaluar për shqyrtim gjykatës themelore në Prishtinë, ndërsa i pandehuri ndodhet në masën e paraburgimit. Është titulli dhe lajmi i parë që e sjellim sot për ju të dashur shikues. Më pas vazhdojmë tek një protestë të cilën edhe dje e kemi paralajmëruar dhe kemi, le të themi kështu, e kemi transmetuar për atë se çfarë
ka ndodhur sot më herët në orët e hershme të mëngjesit, janë vendosur para kekut fotografit e punëtorëve të vdekur, kërkohen kushte të sigurta për punë. Sindikata e re e Korporatës Energjetike të Kosovës ka zhvilluar aksion simbolik para zyrave të kekut, duke vendosur edhe fotografit e 4 punëtorëve që humbën jetën në vendin e punës. Me anë të këtij aksioni u kërkuan kushte më të mira e më të sigurta për punëtorët. Brenda një muaji, 3 punëtorë të kekut humbën jetën në vendin e punës. Kryetari i sindikatës së re, Xhelal Jashari, ka theksuar se punëtorët në Kosovë nuk kanë mbrojtjen e duhur ligjore. Ne sot si sindikati kekut, me një aksion simbolik para drejtorisë dhe menaxhmentit të kekut, vendosëm disa fotografi të kolegëve tanë që kanë humbur jetën në vendin e punës. Edhe njerë të gjitha familjeve u shprehim ngushëllime, kolegëve të korporatës dhe të gjitha tyre që i kanë njohur këta djemë punëtor, këta djemë të mirë. Kaq është çka mundemi me thënë për këtë moment. Nesër në ora 8 në 3 divizionet do të kemi protest solidarizuese me të gjitha familjet e punëtorëve që kanë humbur jetën në vendin e punës, ka thënë Jashari. Ai kërkoi që të respektohet ligji i punës dhe vdekja e triut së fundmit që ishte punëtori i kekut të jetë e fundit. Është e dhimbshme, është jashtëzakonisht e rëndë edhe për neve punëtorët e korporatës, por edhe për gjithë familjet që po i humbin të dashurit e tyre nëpër vendet e punës. Ndoshta me një menaxhim më të mirë, me një siguri më të madhe, sot ata do të ishin në mesin tonë. Edhe një herë ju falenderoj nga zemra se pa juve punëtorët me të vërtet kishim me vujt edhe më shumë ka shtuar Jashari. Kemi telefonatën e parë për temën e ditës, me pas kthehemi përsëri tek titujt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, pushtrim. Mirë se erdhe, si kalove sot? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Mirë shumë. Ka qenë një raport i KSHPK-s dhe një thirrje në fakt për t'i vaksinuar fëmijët me rastet me FRS. Duket që situata nuk është më mira mundshme. Pse gjithmonë hezitojmë që t'i besojmë institucioneve, sidomos shëndetësore? Po, kushtrim, nuk e kisha pas rastin me po këtë raport, po me të vërtet jam tepër i shqetësuar me këtë deformim, deformim shëndetësor, nëse mund të themi ashtu. Se është e pabesueshme që në shekullin 21, vitin 2026, apo këto vitet e fundit, me ndryshu këtë qëndrim dhe këtë mentalitet i njerëzve që mos me besu në institucione kredibile shëndetësore. Unë e di që institucionet tona shëndetësore nuk janë më të mirat në botë. Ne përdet i kritikojmë ato, ama nuk kemë tjera institucione. Këto janë ato të vetmet që e përcaktojnë, do me thonë, këtë pejsazhin tonë shëndetësor, nëse mund të them ashtu. Unë e kom vrejtë në kohën e pandemisë, kur ka qenë koha e vaksinimit, do me thonë, pa të lind një par ideje, njerëzit merrnin dhona nga gjitha burimet. Nga ChatGPT, nga Twitteri, ma djeve edhe e shfrytëzojnë besnitnit e ndryshme kundër vaksinimit, banin propagandë, ekzistancë, mundja. Do me thonë njerëz totalisht do me thënë naiv në aspektin shëndetësor, pas një njohuri elementare, do me thënë edhe i kontestonin thirrjet e institucioneve kredibile shëndetësore për vaksinim. E tash une isha kur ju po e deklamat këtë lajm, une po e kujtoja periudhën kur ishim në shkollë, do me thënë ne merrnim vaksinë pa tjetër. Se si fëmijë normalisht që friksoheshim sa ato na shkaktonin pak dhimbje, nuk që na vedijem se vaksinimi do të na shpëtoj ma vonë ku ta diune, e kishim një farë stresi, po na e kuptonim si diçka që friksoheshim që do të na merren prindrit në burg nëse ne se bëjmë vaksinimin, se ashtu e kishim një vedije se shteti kërkon të atë gjë, domethënë ishte diçka që mund të më dështoj, ndërsa sot del secili mediume, në portalin, në rrjetet sociale dhe bën propagandë, antipropagandë ndaj këtyre thirrjeve. Dhe është për mua çuditë se për shembull dhe smundja e tuberkulozit, këto smundja e frunthit, këto i takojnë të kaluar, si i takojnë shekullit të kaluar. Po, që paramendoj me çfarë problemi do të më merr sot, në 25 gusht 2026. Problemi i vaksinimit, do me thonë, nuk duhet bisedohej sot se
pikërisht vaksinimi ka reduktuar në minimum do me thonë shfaqjen e këtyre sëmundjeve. Ne e dim si ka qenë situata më herët me këtyre sëmundje që i përmena, si është sot, ose si ka qenë në vitet e fundit. Do me thonë ka përmirësim drastik. Në vendet tjera ndoshta s'ka raste fare të këtyre sëmundjeve, te ne janë paraqit, po ka qenë numri i zvogluar vazhdimisht. Tash kemi një deformim pa kuptueshëm pse ndodh kjo, nuk e di. Institucionet shëndetësore dhe përgjithësisht shteti, qeveria duhet janë të vendosura që këto masa, këto proceset vaksinimit të implementohen 100%, edhe mos të ketë, do me thonë, lëshime në këtë drejtim, sepse me të vërtet këto pasqyra shëndetësore që po na treguan tash janë me të vërtet dekurajuese dhe janë tërësisht dëshpëruese për një shtet dhe për një popull. Kjo neve na dërgon në një gremin shëndetësore shumë shpejt nëse nuk marrim masa, nuk i hapim syt për me përmirësu këtë gjendje. Për 5 muaj rastet me fryth në Kosovë kanë kaluar 2 fishin e vitit të kaluar, statistikisht është kjo, në koha.net. Kjo është e tmerrshme, domethënë është të lënë pa koment, nuk ka arsyetim edhe me të vërtetë është shqetësuese edhe secilit çdo kush që po e refuzon, që po ndikon në forma të ndryshme që ky proces mos me viju si duhet, procesi vaksinimit e kam fjalën, me të vërtetë duhet të turprohet, se me të vërtetë është e pafalshme. Mirë, faleminderit shumë që inkuadrove. Dëgjojmë si ministër, padyshim. Ditën e mirë. Tong. Pra, ishim me telefonuesin e rregull nga komuna Felizajt, me cilin bisedojmë gjëre gjatë për shumë problematika, fatkeqësisht është njëra prej tyre edhe mos vaksinimi i fëmijëve, i cili sipas ligjit parashë edhe masa ndëshkuese, përfshirë shqiptimin e gjobës deri në 200 euro ndaj prindit i cili nuk e ka respektu kalendarin e vaksinimit. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë së fundmi se nuk kanë gjobitur asnjë prind për këtë, por kanë gjobitur 2 institucione parashkollore. Vaksinimi i fëmijëve është i obliguar me ligjin për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitëse. Por ne do të vazhdojmë, ishim në titullin e dytë për protestën në KEK, tashmë ikim tek rubrika Kultur. Kaloja Prizrenit mbyllet tërësisht për vizitor në emër të masave emergjente. Ministria e Kulturës ka njoftuar se vizitorët s'do të kenë përkohësisht qasje në kala, që është një prej aseteve të trashëgimisë kulturore më të vizituara. Mbyllja është bërë për 2 javë. Ky veprim vjen pas tenderit nëpërmjet të cilit synohet të bëhen disa intervenime për masa periferike në aset. Në fund të prillit është mbyllur për vizitor vetëm pjesërisht, kurse tash krejtësisht. Me arsyetimin se janë duke u zbatuar masa emergjente, Ministria e Kulturës ka njoftuar se vizitorët s'do të kenë përkohësisht qasje në kala, që është një prej aseteve të trashëgimisë kulturore më të vizituara. Mbyllja është bërë për 2 javë. Ky veprim vjen pas tenderit nëpërmjet të cilit synohen të bëhen disa intervenime për masa periferike në aset. Pra, Kalaja Prizrenit, vendi i cili ndoshta është njëri prej më të vizituarve në vendin ton nga ana kulturore, është i mbyllur për 2 javë. E kemi një telefonat tjetër. Alo. Përshëndetje, vështërë. Përshëndetje, mirë se erdhe fiks kohë. Rastet me fryth kalojnë 2 fishin e vitit të kaluar. Pse nuk po vaksinohen fëmijët? Me të vërtet unë ndëgjova edhe që të parafolsin që kema herët. Po. Seriozisht neve, po diçka nuk ka rregull me neve. Pse? Se kur s'po na vjen fije, unë për shembull në shkollë, po foli, për pjesë gjeneratët mesme, na veç na kanë kallëzu që brenda kësaj javës ka me qenë vaksinimi edhe mos t'i ka vetë letrat kur kosheshe, dhe? Tipike e parë. Tipike e dytë ka qenë për shembull që duhet me pas kartelën e vaksinimit, të fruthit, të lijes, të paralizës, etc. ka qenë krejt pa pare. Sot si duket, është e përmanet jo leximi, jo ChatGPT-ja, MDP-ja, niknemen, plus për na dolin shumë eksperta, jo është e përzime kjo vakcinë, është pa vakcinë. Unë nisan me thonë, për para, për shembull, nështë po bëj pak shaka, po
kur ja ka li për robi dikuna i ka thonë ata ka dërtë djali frusin. Po kuptëm. Do me thonën, unë nuk po mëj me kuptu këtë popull. Ason. Është me të vërtet, po kjo shumë, unë se di adem, këto nuk dush, këto veç do të me dalën Ministri Shëndetësisë, kush do që të është, edhe me prurë dhe për shumë, qeveria ose së më interesant kush mirët me këto punë, edhe thëtë, s'ke ki asën e qanqele, jo drejtat e njëri të shkollimit, jo se tani për bëtë barë e atyne mjekëve që kanë raste matronat që sa një froth, e do të më përkërtestov se një qiftit ju ka tekon, jepë se speqeq se mira si mulla, jo veqeq është nërë. Unë, apo kuptan, unë e mojnë men si fmi, nëse ka ro dikuna në mahallës e kojshive fmijës lija ujit ose fruthi, në ka shteke nona me tanë që ata fmi të ditën e gotë me lume në gjitë me kalu. Me shpërndo krejt, po, me kry qatë herë, krejt. Na për kuptan, unë s'po mëj me kuptu qka është një problem që ka që madhë. Mirët se e këti që tha shekullin e 21 po shkujna, 2026 me pos na më marë me vakcina ose me fruth. Mendoj që jemi popull pak me i menë që është se kaqë. Për atë arsye e thash. More jo të është që nga, more na mi këshyrë punë të veta se cili. Në këshëm vetë ma për para, vlo, mi alon njerëzit që janë për ato punë. Exakt. Po na kemë qef më morë me krejt punë të dyjas. E tu në asë kërkun. Adin, për për shëtë të varë intervista që për bëjnë për televizione, për temat aktuale, për çka e dorë se di vallave që nuk o mirë, adin, nuk o mirë. Do të me ditë për çka po do në mu. Exakt. Seriozisht për tëmë, kjo është të merit, se hjek institucioni, hjek prindit, frutit din me konë baragi i rrezikshëm, baragi i keq. Fëmija hek më shumë të aty. Po, që kjo është aja, më përgjithsi për voli, se kjo është tani zinxhir, apo kuptan. Po, që ati bëjsh, inshallah po vedisomi njerë, e ty të qëroj punë barë, e tem shumë që dhume, me bëha 5-7 mujnë qiftet e reja, që kanë mi qu, mi vaksinu, se ndryshe neve na si duket veç panishmenti, ati që në atë denimi po na beka në visën në shësta. Hokësh. Mirë, falemderit. Të të shëndes, tung. Mirë, po vazhdoj me disa prej titujve edhe pak i kemi për 5 muaj pra. Rastet me frut në Kosovë kalojnë 2 fishën e vitit të kaluar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ka njoftuar se nga aprilli deri më 24 gusht janë raportuar gjithsej 147 raste të konfirmuara me frut. Sipas njoftimit, ky numër është më shumë se 2 fishi të gjitha rasteve të konfirmuara gjatë tërë vitit 2025. Telefonata tjetër, alo, përshëndetje. Alo. Të lutem, ndalja zërin televizorit. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Ale. Mos që pak i ribre me full me neve. Mirë, falemderit, e morim telefonatën tjetër regjia. Sepse tema nuk është, ti shkon tema për të sëgu, po e kësha intervistu pak, po për frëth nuk e di, po besoj që e ka kryo dhe vaksinën, sepse duke pak më i rritër. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, o nderuar, e i gjuar e ljumë tër gjithmonë. Ku je shoki jonë, maj më shumë? Që e qytonë salam, po ju këqyri, po ju ndëgjaj, po i këqyri dhe parapolës pengoj, edhe parapolëset e kështu në radhë. Rastet me fruth, gogja në rritje, pse po hezitojnë prindërit me i vaksinu fëmijët? Vallahi, unë e këtham që është gabim që hezitojnë, se për para s'ka pas vaksina heq, as në kanë dhonë vaksina heq, një herë në shkollë dhe di që e ku marrë, si thmi, mo kur dhe ju më shku këtarë. E fruthi, të një herë, loke temperaturë të madhe. Po, edhe këtë një herë edhe sëtë. Njët, edhe plakat, thëshin lyën jau me ufë.
me harën, Gjyksin, ja a? tërjek temperaturën të kontë, ja tërjek pe trupi. Okej. Po tash ka ndolë vaksinat, si që ke pos vaksinën e dosh me uthull, po tash ka ndolë vaksinat, ka përparu... Tash është budallakimës me allon. Po. Duhet më kujdes me allon kur kje mundësi. E Ta na vërtet. konë kolli keq që mjekës kanë kuptua për kollë të keq hyq 3 muaj ta nëzirë ke shpirtin. Mirë, bo si ju që kemi telefon... Ta na konë ujtë që s'kanë ditë mjekë për që ka është lija ujtë që të vonë. Kemi edhe telefonata tjera, faleminderit që inkuadruve. Të përshëndes. Isha duke lexuar edhe reagimin e Institutit Kombëtar, në fakt edhe informatën e cila ka njoftuar se gjatë periudhës 16 prill 24 gusht të këtij viti, në Kosovë janë raportuar 147 raste me fruth. Ky numër përfaqëson më shumë se 2/5 e rasteve të konfirmuara gjatë krejt vitit 2025. Vetëm gjatë javës së fundit janë regjistruar edhe 10 raste të reja, thuhet në njoftimin e IKSHPK-s. Sa i përket rasteve nëpër komuna, Prishtina prin me 49 raste, pastaj Fushë Kosova me 35 raste, dhe e treta, Ferizaj për të vazhduar me komunat tjera. IKSHPK-ja bën thirrje që prindërit të sigurojnë vaksinimin sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit në qendrat e mjekësisë familjare. Gjatë 3 javëve të fundit, ekipet e vaksinimit në komunat me numrin më të lartë të rasteve të fruthit, Prishtinë, Fushë Kosovë, Ferizaj, Obiliq, Vushtrri dhe Skënderaj, kanë intensifikuar aktivitetet, me që rast janë vaksinuar me MMR, gjithsej 504 fëmijë të vënuar për vaksinim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. Ligji pra parashe edhe masa ndëshkuese, përfshirë shqiptimin e gjobës deri në 200 euro ndaj prindit i cili nuk e ka respektu kalendarin e vaksinimit. Në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë se së fundin nuk kanë gjobitur asnjë prind për këtë, por kanë gjobitur 2 institucione parashkollore. Vaksinimi i fëmijëve është i obliguar me ligjin për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve ngjitse. Ishte ky lajmi tjetër që kemi përgatitur për ju, ndërkohë po ikim pak në sport. Dita e 6 e lojrave mesdhetare shpresohet në ndonjë fitore. Kemi disa edhe të përditësuara dhe po tentojmë të martën. Në ditën e 6 të garave në lojra mesdhetare, Kosova prezantohet në handball, volejball, futboll dhe not. Handball e volejball luajnë djemt, ndërsa në futboll vajzat. Të gjitha këto ekipe janë në pritje të fitoreve të para në Taranto 2026, ndërkohë notarët i kanë garat e radhës me shpresë për më shumë sukses. Për shembull, notarja më e mirë kosovare, Hana Bejiqi, ka garuar të martën në disiplinën 50 metër stil të lirë në lojrat mesdhetare Taranto 2026. Bejiqi përfundoi e 13-ta në kualifikime, ndërsa gjithsej ishin 22 notare. Bejiqi kishte kohë prej 26 sekonda e 72 të qintat. Koha e fundit që siguroi vend në finale ishte 25 sekonda 89 të qintat. Në finale kaluan 8 më të mirat. Riga Shala garoi në disiplinën e njëjtë, mbeti e fundit me kohë prej 28 sekonda e 11 të qintat. Humbje e thellë e Kosovës nga Egjipti, handballistët e Kosovës e kanë humbur edhe ndeshjen e dytë në lojrat mesdhetare në Taranto 2026. Të martën paradite, Kosova pësoi rezultat të thellë 42-21 nga Egjipti, që vlerësohet favorit i turneut të handballit. Vetëm në fund të pjesës së parë, handballistët kosovar ishin të barabartë në fushën e lojës. Pjesa e parë përfundoi 17-14 për Egjiptin, që në pjesën e dytë dominoi plotësisht për fitore me plot 21 gol dallim. Lojtarët e Kosovës kishin shumë gjuajtje të pasuksesshme e gabime teknike të dielën. Kosova pëstoi 32-23 nga Italia, e të njëjtën është ndeshja Kosovë-Portugali. Është një farë rezume e ditës së 6 të lojrave mesdhetare. Folëm vetëm për ndonjë fiture të sportistëve tanë që janë duke garuar atje. Një lajm nga bota, një tornado në Francë lë dhjetra të lënduar dhe mbi 300 shtëpi të dëmtuara. Një tornado ka përfshirë rajonin Aude të Francës, jug perëndimore,
të hënën vonë duke dëmtuar më shumë se 300 shtëpi dhe duke shkaktuar lëndimin e 10 personave kanë bërë të ditur autoritetet. 39 persona janë lënduar, përfshirë 2 që ndodhen në gjendje kritike në fshatin Pomas, kanë njoftuar autoritetet lokale. Deri të martën e mëngjes, rreth 21.000 familje në jug të Francës kishin mbetur pa energji elektrike, përfshirë 1.600 në Aude, ka bërë të ditur operatori lokal i rrjetit Endace. Një tornado me intensitet të lartë goditi rajonin Aude dje pasdite vonë, duke dëmtuar rënd fshatin Pomas, ka deklaruar në rrjetin social i eks-ministri i brendshëm Laurent Nunez. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale dhe të verifikuara nga Reuters treguan tornadon duke u rrotulluar në fshatin e afërt Verzile në Aude të hënën vonë. Shumë prej ndërtesave që janë përfshirë në trajektoren e tornados kishin dritaret e thyera. Tornadoja ka goditur në një kohë kur vala intenzive të nxehtit të kësaj vere po i hapte rrugë këtë javë stuhive me bubullima në shumë zona të Francës jugore. Pra, krahas edhe evakuimit i cili ka ndodhur muajin e kaluar, ku mbi 10.000 njerëz janë evakuar në Francë si pasojë e zjarrit masiv, tashmë po e shohim që ka probleme edhe me tornado, por kujdiet gjatë fundit të kësaj jave, gjithsesi gjysmës së saj, nesër, eventualisht pas nesër, priten edhe vërshime sipas meteorologëve andej. Mirë, titujt koha.netit veç i përfunduam, vjen koha për disa prej viraleve. E njëra prej tyre vjen nga kampionati i futbollit atje në Amerikë mes Minnesota United dhe San Jose. Ndeshja është ndërprerë për një arsye shumë të veçantë, po e shohim një fëmijë është futur, një bebe në fakt, është futur brenda në fushën e futbollit, gjë që ka bërë që të ndërpritet për pak sekonda ndeshja. Nuk e di se si ka përfunduar aty, por shpresoj që të paktën ky fëmijë të jetë vaksinuar kundër frustit, sepse kjo është edhe tema e ditës sot të dashur shikues. Rastet me frut kalojnë dy fishën e vitit të kaluar, pse nuk po vaksinohen fëmijët? Është tema e ditës. Në anën tjetër, në pjesën tjetër të ekranit jeni duke parë një fëmijë që ndërpreu ndeshjen për pak sekonda. Edhe tash e kemi si zakonisht një virale që vjen nga Ginisi, edhe thotë që dikun gjarpri i egër më i gjatë i matur ndonjëherë në mënyrë të verifikueshme është 7 metër e 22 centimetër. E keni pamjen e cila e tregon sakt edhe duke u matur baronesha në fakt nga koka deri te gvishti, shkruan libri rekordeve Guinness, një piton femër me rjet i quajtur Ibu Baron apo baronesha. U zbulua në rajonin Maros në Indonezi në fund vitit 2025 dhe u mat nga Diaz dhe Radu Frentiu me 18 janar të 2026 dhe tani është nën kujdesin e një ambientalisti vendas, shkruan kështu libri rekordeve Guinness dhe po e shohim pitonin femër më të gjatën i matur deri më tash, sepse ndoshta ka edhe në natyrën e egër në Amazon apo ku ta diun edhe më të gjatë, por libri rekordeve Guinness e një baroneshën momentalisht si pitoni femër më e gjata në botë. Pra, gjithsej 7 metër e 22 centimetër apo 23 hapa. E quajt atë shmenduri në Shqipëri, shikojeni të dashur shikues, se çfarë pamje vjen në orët e hershme sot mëngjesit, edhe e shohim një fëmijë cili mezi arrit të mbahet në shtëpinë në shpindën fakt, qoftë babait të vet apo të dikujt tjetër. Është pa koment kjo që ndodh në Republikën Shqiptare, por është pa koment edhe videoja e fundit që zgjodha t'ua përcolli edhe juve, përbuzet flamuri kombëtar dhe ai i Kosovës në Gucat. Flamuri kombëtar dhe ai i shtetit të Kosovës janë përdorur tek shkronjat të arta UÇK në fshatin Ngucat. Një kalimtar rasti i ka marrë flamurit dhe i ka larguar nga mbeturinat duke i vendosur në një listë. Janë këto pamje të cilat po ishin. Por tash edhe një herë nëse do ta kthejmë përsëri, e keni mundësinë me pa se për çka janë përdorur fakt këta flamuj, për të grumbulluar
mbeturinat atje, ja ku e kemi të grumbulluara, edhe flamuri kombëtar, edhe flamuri shtetëror, të cilët nga një kalimtar janë larguar nga mbeturinat dhe në këtë gjendje të cilën janë, në gjendje të mjerueshme, fatkeqësisht, por janë vendosur dikun pak më larg mbeturinave dhe siç thotë edhe fishta, flamuri kombëtar, ne po ashtojmë edhe flamuri shtetëror. Flamuri kombëtar e flamuri shtetëror nuk ka çka bën ndër ne, po kje se dashni s'kem për atë dhe. E ndoshta edhe kjo është përgjigja se sa shumë e duam këtë vend, kjo pamje vinte nga fshati Ngucat tek 3 shkronjat e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Mirë, po shkëputemi për pak marketing, edhe po kthehemi përsëri në studio për temën e ditës, pse nuk po vaksinohen fëmijët, rrezik nga rastet me froth. Shihemi pas pak. Ja ku këthyem në pjesën e dytë të emisionit Fix Ko, pak marketingut për të përshëndetur dhe falendëruar sponsorët. Tema e ditës, rastet me froth kalojnë 2 fishin e vitit të kaluar. Pse nuk po vaksinohen fëmijët në +33 48 707 770, numri kontaktues, linja është e hapur, ka qenë statistikisht edhe reagim nga vetë Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, i cili ka treguar që situata nuk është e mirë sa i përket vaksinimit kundër fruthit dhe aty sipas komunave numri më i lartë i rasteve raportohet nga komuna e Prishtinës me 49 raste, Fushë Kosova me 35, Ferizaj me 13, Obiliqi me 9, Lipjani me 8 raste, Kaçaniku me 7, Vushtria me 4, Shtimja, Skenderaj dhe Drenas me nga 3, Gjilani, Gjakova, Shtërpca, Deçani me nga 2 raste, si dhe me nga 1 rast, Graçanica, Mitrovica, Podujeva, Suhareka dhe Vitia. Gjatë 3 javëve të fundit, ekipet e vaksinimit shkruhet në rrjetin social Facebook nga IKSHPK-ja, ekipet e vaksinimit në komunat me numrin më të lartë të rasteve të fruthit në Prishtinë, Fushë Kosovë, Ferizaj, Obileq, Vushtri dhe Skenderaj kanë intensifikuar aktivitetet, me qëras janë vaksinuar gjithsej 504 fëmijë të vonuar për vaksinim sipas kalendarit të rregullt të vaksinimit. IKSHPK rekomandon që çdo person me simptoma të dyshimta të fruthit, si temperaturë e lartë, skuqje apo ndryshim në lëkurë, kull, rruf apo konjunktivit të paraqitet menjëherë në institucionet më të afërta shëndetësore. Duke pasur parasysh infektueshmërinë e lartë të fruthit, rrezikun e përhapjes së tij në komunitet dhe komplikimet që shkakton fruthi, IKSHPK-u bën thirrje prindve dhe kujdestarëve që të verifikojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve të tyre dhe të sigurojnë vaksinimin sipas kalendarit të rregullt. Vaksinimi mbetet mënyra më e sigurt dhe më efektive për parandalimin e fruthit, uljen e përhapjes së sëmundjes në komunitet dhe mbrojtjen e shëndetit publik. Ka qenë kështu një lajmërim nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, ndërsa ne kemi pyetjen pse nuk po vaksinohen fëmijët. Është problemi tek ChatGPT-ja, tek instituti, apo tek frika për ndonjë sëmundje tjetër, por me që kemi institutet tona, ndoshta do të ishte e rrugës të dëgjonim ato dhe të kujdesemi edhe jo vetëm për fëmijët, por edhe për rrethin e tyre, për komunitetin cilin ata jetojnë. Në +33 48 707 770, numri kontaktues, kurdo që keni ndonjë përgjigje, ne jemi këtu, por deri atëherë ne po e shfletojmë pak edhe portalin koa.net, po shohim se a kemi të reja ndonjë lëvizje nga volejbolli, siç duket e kemi një lëvizje, po volejboll Kosova luan ndeshje të fortë por mposhtet nga Turqia. Volejbollistët e Kosovës kanë bërë paraqitjen më të mirë deri më tani në lojrat mesdhetare. Megjithatë pësuan 3-2 në sete nga Turqia në ndeshjen e grupit B të martën. 2 setet e para i fituan kosovarët 25-21 dhe 25-23. Turqit reaguan më pas duke fituar setin e tretë 25-15 dhe setin e katërt 25-16. Kështu fituesi u vendos në setin e 5. Turqia shfaqe më shumë
përfitore 15-10 në setin vendimtar. 3 ndeshjet e para në grup, Kosova i kishte humbur me rezultat 3-0 në sete, pastaj nga Greqia, nga Spanja dhe nga Egjipti. Ndeshja me Turqinë ishte e fundit në grup, shkruhet në koha.net, sa i përket lojrave mesdhetare. Taranto 2026, tjera do t'i luajmë këtu në Kosovë. A jemi gati, as jemi, ndoshta do t'a bëjmë tim në të ardhmen e afërt, por mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë. Për ndryshe, e kemi edhe një titull tjetër, Gucati thotë mbështesim marshin për liri, por nuk mund të jemi aty ku ftohet vetëvendosje. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka thënë se mbështet marshin për liri për ish-krerët e UÇK-s që planifikohet të mbahet më 12 shtator, 4 ditë para verdiktit final të gjykatës speciale ndaj tyre. Kryetari i OVL UÇK-s, Hysni Gucati, u bëri thirrje veteranëve dhe qytetarëve që dalin në këtë marsh. Megjithatë, ai shprehu kritika ndaj organizuesve. Liria ka emër që sipas tij i kanë ftuar kryeministrin e detyrë Albin Kurtin dhe deputetët e LVV-s, të cilët, siç thaj, i kanë lënë jashtë pagës minimale veteranët e UÇK-s. Unë i bëj ftesë të gjithë qytetarëve dhe veteranëve që t'i bashkohen protestës. Ne nuk jemi në këshill organizativ, arsye dihen qartë. Ne do ta mbështesim protestën dhe do të bëjmë thirrje që qytetarët të dalin dhe të jetë një protestë madhështore, veteranët dhe të gjithë strukturat, por nuk mund të jem aty ku ata i bëjnë thirrje lëvizjes vetëvendosje, ku ne e dim që lideri i tyre në Parlamentin e Kosovës e quan kriminal Hashim Thaqin, Kadri Veselin dhe të tjerët. Ai thotë se Serbia ka bërë krime, por prapa me këta janë kriminal. Po ashtu nuk mund të jem aty ku deputet të tij na largojnë nga paga minimale me listën serbe, shton Gucati, i cili adresoi kritika ndaj ish-presidentes Vjosa Osmani dhe kryeministrit e detyrë Kurti, që nuk e kanë ngritur çështjen e ish-krerëve të UÇK-s në çarçe ndërkombëtare. Krahas kësaj, ai bëri të ditur se kryesia e OVL UÇK ka marrë vendim të përjashtojë nga organizata veteranin Skender Lugiqi, i cili kishte ofenduar ish-komandantin e zonës së Dugaxhinit, njëherësh ish-liderin e Aleancës Ramosh Haradinaj. Kryesia e OVL UÇK-s ka marrë vendim që të përjashtohet nga organizata. Ai ka të drejtë të jetë veteran dhe të marrë pensionet, por s'ka drejtë të jetë antar i organizatës së veteranëve. Skender Lugiqi, me fjalët e tij që kemi dëgjuar në parlament dhe thyrje që i ka bërë generalit Ramosh Haradinaj, sot përjashtohet nga organizata e veteranëve të luftës. Platforma Liria ka emër, javën e kaluar prezantoi nismën qytetare Kosova po pret, në kuadër të së cilës më 12 shtator do të organizohet marshi për liri në prag të vendimit të gjykatës speciale në Hag për drejtuesit e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mes tjerash i është bërë ftesa që gjithë liderët politik dhe institucional në Kosovë t'i bashkohen këtij marshi. Se çfarë do ndodhë mbetet të shihet pikërisht atë ditë dhe ator kur do që të caktohet ajo. Lidhja Demokratike së shpejti me emër për president, të paktën kështu thot deputeti i saj, Uk Rugova, i cili ka deklaruar se së shpejti do të ketë një emër të një presidenti konsensual. Besoj që shpejt do të kemi një emër të një presidenti. Uroj që të jetë gjatë kësaj jave, ashtu siç e tha dhe kongresisti De Guardi. Dhe besoj që si popull kemi mjaft emra të përgatitur për të qenë president. Unë nuk jam, atë e vendos dikush tjetër, por vetë nuk jam në këtë fazë. Ne jemi në shërbim të popullit të Kosovës dhe jemi të gatshëm për të gjitha, por jo në këtë fazë. Besoj që ka emra tjerë më të mirë e më të përgatitur për të shërbyer në këtë fazë Kosovës, ka thënë Rugova për Kosova Presin. Në +33 48 07 770 4-5 minutat e fundit për të marrë përgjigjen pse nuk po vaksinohen fëmijët, ani pse rastet me fryth janë dy fish më të larta vetëm deri në këtë ditë krahasim me vitin e kaluar. Kjo është goxha interesante. Gjendet droni i tretë dhe eksploziv ushtarak pranë aeroportit të Leipzig në rubrikën Bota, atje ku mbi zotëron më së shumti ndoshta edhe duket që presidenti Trump dhe më së shumti janë lajmet që vijnë nga destabilizimet andej nga Ukraina, nga Gjermania me dron dhe me eksploziv dhe gjithçka tjetër. E mitura bie nga kati i 6 një banese në Pejë nga kronika e zezë, ndërkohë
përfunde nga rëndësia, Sveshla takon shefin e ri të EULEX, i shprehje njohje për mbështetjen e gërbimet në Zubin Potok. Ministri i Punëve të Brendshme në detyrë Xhelal Sveshla ka pritur në takim shefin e ri të EULEX, Antero Lopez. Sipas njoftimit, teksa ka uruar për detyrën e re, Ministri Sveshla i ka shprehur edhe mirënjohje për mbështetjen që EULEX-i e ka dhënë gjatë gërmimeve të zhvilluara në varrezat masive në Zubin Potok. Me këtë rast, Ministri Sveshla falenderoi EULEX-in për kontributin e vazhdueshëm dhe bashkëpunimin me institucionet e Republikës së Kosovës. Gjithashtu, ministri shprehu mirënjohje edhe për mbështetjen edhe nga EULEX gjatë gërmimeve të zhvilluara në varrezat masive në Zubin Potok. Gjatë takimit, Ministri Sveshla dhe Zotri Lopez diskutuan për rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës, EULEX-it dhe partnerëve të tjerë, thuhet në njoftim. Një ditë më parë, kryeministri në detyrë Albin Kurti deklaroi se mbetjet mortore të gjetura në 3 lokacione në Zubin Potok dyshohet se u përkasin së paku 23 personave, numër që sipas tij përkon me atë që njihet si grupi i intelektualëve. Siç u bë ditur, procesi i identifikimit ka nisur dhe mund të zgjasë disa muaj. Shkruhet kështu në njërin prej lajmeve titujve tjerë në koha.net. Në +383 488 707 770 numri kontaktues për temën e ditës. Pse nuk po vaksinohen fëmijët, ani? Pse numri me froth është duke u rritur goxha shumë në vendin tonë. Tash edhe një përditësim tjetër nga sporti. Drenica në përsi 3-0 në ndeshjen e parë në Champions. Kampionja e Kosovës në futsal, Drenica, po udhëheq 3-0 pas pjesës së parë të ndeshjes ndaj Sakarya të Turqisë. Ndeshja në Budapest është e para e grupit 2 të raundit preliminar të Champions. Luis Quintero në minutën e 6, Jetmir Gashi në minutën e 11 dhe Mërgim Dervishaj në minutën e 20. I shënuan golat për kampionën kosovare. Sigurisht që ndeshja është e ende duke u zhvilluar, por edhe nga përvoja personale e di që Drenica ka një ekip në futsal është fjala, ka një ekip goxha të fortë edhe mund të jetë një kundërshtare e cila mund të shkaktoj probleme të shumta në këtë grup dhe jo vetëm. Me që nuk kemi telefonuar se marrim edhe karikaturën e ditës, e cila ka të bëj me kemi pas gjatë 2 eventualisht javës së fundit, kemi pas ndoshta më shumë se sa 2 herë si temë dite, koha për hapjen e urës kryesore. Po e shohim urën e Ivrit, e cila edhe lart atje je duke një mbishkrim. Pse jo? E shohim veturat në të 2 anët e rrugës duke qarkulluar. Një karikaturë që vjen nga Jemi dhe karikaturë e cila tregon pak a shumë edhe ndoshta atë dëshirën që kanë populli edhe për të hapur ajo urë, por po ashtu gjatë javëve, sidomos gjatë 2 javëve të fundit, kemi pas edhe temë të ditës edhe diskutim largimin e trupave të KFOR-it dal nga dal dhe me pas atë zëvendësimin me policinë e Kosovës. Faleminderit Laçinit që qëndron 25 minuta së bashku me mua dhe me ekipin tim këtu. Ju falenderoj shumë të dashur shikues edhe juve dhe ju telefonues që u bët pjesë e diskutimit publik në një farë forme për temën e ditës. Ju vazhdoni me qëndru me emisione tjera të Koha Vizionit. Ne shihemi nesër në të njëjtën kohë, në të njëjtin vend, vetëm me temë tjetër, me virale dhe me tituj që janë shumë të freskët se këta. Tung, kaloni mirë. Fiksën kohë për krahet nga Laçin. Të nderuar shikues, për më shumë video si kjo, regjistroni në kanalin e Koha Vizionit në YouTube. Dalkos, futbolli nuk ndalet gjatë
gjithë vitit me pakot olimpik kampionatet më të mëdha të futbollit i kenë shtëpi.